do duhet që nismëtari të jetë prezent në çdo komision parlamentar. Kjo është thelbi i gjithçkaje. Për sa kohë nuk paraqiten deputet antar të komisionit, të ligjeve të komisioneve të tjera prezent edhe cilët e injorojnë përmbushjen e detyrës si parlamentar deri në minutën e fundit, kushdo qoftë ai, i majt apo i djathtë, dhe për sa kohë që një pjesë e mirë ka agjendë personale të karrierës tyre politike edhe në legjislaturën tjetër, kjo është për të ardhur keq. Dhe shqetësimi më të madh të cilin unë kam dhe që po e them edhe për ato kolegë të cilin nuk do jenë në legjislaturën tjetër, po edhe për ju që do jeni në legjislaturën tjetër dhe që ju kanë paralajmëruar dhe përpara, sigurisht në momente të caktuara, në çaste të caktuara vendimtare, PS-ja dhe PD-ja, sigurisht prisni dhjetorin kur përfundon mandati kreu të organizatës kriminale Skapit, e cili do shikojmë xhevahiret këtu në këtë parlament. Dhe sigurisht, unë kam të rejtë vëmendje ju zonë kryetare, edhe vitin e kaluar, për të gjithë miratimin e rezolutave dhe për gjithçka që institucionet e pavara kushtetuese do duhet që të raportojnë në komisionet e posaçme parlamentare, sepse rregulloria e konventit ka përcaktuar mjaft saktë që brenda muajit qershor, që është afati maksimal, çdo institucioni pavar do duhet këtë mbaruar raportimin dhe do duhet të ndalën rezolutat nga Kuvendit i Shqipërisë për shkak që të vijnë në dispozicion institucionet pavara për përmbushje detyrat dhe rekomandimet të Kuvendit të Shqipërisë, gjë e cila nuk është realizuar. Dhe do ju të rriqe vëmendje që urgjentisht brenda këtyre 2 javë, Komisioni i Ligjit, i cili është komisioni kryesor në raportimin që bëjnë këto institucionet pavara, krejt institucionet pavara, duhet filluar nga kreu i organizatës kriminale të përfundojnë dhe të paraqiten deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë për të bërë të mundur dhe debatin parlamentar për të parë nëse të kontrolluar, nëse ato kanë rekomandimet që kemi kaluar në rezolutat e vitit kaluar, që vitit kaluar në tetor, nëse kujtohet, i përfunduam dhe i ka përmbushur si institucionet pavara dhe do të jetë deri në këtij parlamenti të realizojmë këto rezoluta. Ju falenderoj, zotëre kryetare. Kalojmë në procesin e votimit. Votimi është i hapur me kartona. Jo, ju e morët për procedurë, zoti Noka, dhe doni të bëni replikë me mua, unë ju përgjigja ju. Tani, kalojmë procesin e votimit. Votimi është i hapur me kartona. Pas. Kush është pro? Kundër? Abstenim? Miratohet programi dhe kalendari i punimeve të Kuvendit për periudhën 19 qershor 8 korrik 2025. Vijojmë me rendin e ditës. Projekt ligji për performancën energjetike të ndërtesave. Referuar neni 73.2 rregullores, ka pyetje për nismëtarin? Do ta prezantoj ministri Balla. Ka pyetje apo jo? Fillojmë diskutimin me paraqitjen e projekt ligjit nga nismet. Zoti Bardhi për procedurë. Çfarë procedure kanë? Ministri Balla është këtu. Do prezantoj projekt ligjin. Nuk është ministri apo? Zonja kryetare, së pari ju kërkoj me mirësjellje të mos komentoni çdo deklaratë të deputetëve të opozitës, sepse është shfaqje totale arrogance nga ana juaj që merrni fjalën dhe flisni më shumë se deputeti që ka fol përpara jush. Së dyti, kur deputetët kërkojnë kur më referohet, kërkohet përgjigje. Përgjigjen do ta merrni në çdo rast, po. Së dyti, kur kërkohet fjala për procedurë, ju nuk mund na diktoni ne çfarë do themi ne për procedurë. Tani, sipas kushtetutës dhe rregullores së Kuvendit, kur prezantohet një projekt ligj, do duhet jetë nismëtari i projekt ligjit. Dhe nismëtari nuk delegon tek një ministër tjetër propozimin e vet. Prandaj ka firmëtar dhe kundër firmëtar, që është ministri përgjegjës. Në rastin konkret, ministri përgjegjës është Zeqin e Balluku, që ka 3 seanca që nuk vjen,
të vinë në seancë dhe t'jap llogari për këtë projekt ligjin që ne të kemi mundësi t'i bëjmë pyetje. Nuk mund na përgjigjet ministri për marrëdhëniet me parlamentin, se unë s'po e pyes për parlamentin, për çështje që lidhen me sektorin e energjisë. Se nuk është as kompetent, as nuk e ka fushë të vetën të përgjegjësisë. Ne pyetjet ja drejtojmë ministrit që ka fushë përgjegjësie atë sektor që përfshin projekt ligji që është çështje në rendin e ditës. Nëse nuk është nismëtari, nuk mund vijohet me shqyrtimin e projekt ligjit, sepse në fazë të parë rregulloria kërkon pyetje nga deputetët për projekt ligjin, që i bëhen ministrit iniciues projekt ligjit, nismëtari ka të drejtën të prezantojë projekt ligjin, në rastin kur do të jetë përsëri ministri përgjegjës dhe më pas vijojmë me debatin. Prandaj ndërprisni seancën, folni me Zeqin e Ballukun ku ndodhet në këto momente dhe të vinë seancë nuk ka pse të shihet, se nuk mund të shihet gjatë. Zoti Balla, po, për procedurë. Ministri. Kam të drejtë flasë. Paktën në 20 vite sa jam në kuvend, nenin 73 të rregullores së kuvendit nuk e kemi ndryshuar asnjëherë. Dhe neni 73 flet për të drejtën e deputetëve në pikën 2 për të bërë pyetje, dhe neni thot nismëtarve ose antarve të Këshillit Ministrave që kanë lidhje me projekt ligjin. Ministri i Shtetit për Marrëdhënien e Parlamentit është një prej antarëve të Këshillit Ministrave dhe ka votuar projekt ligjin në Këshillin e Ministrave. Zotrote ke qenë ca kohë në qeveri drejtuar nga Edi Rama në fakt, dhe për të vazhduar nenin 73, ju ftoj që të dëgjoni prezantimin, ju të bëni diskutimet, është e kotë që harxhoni energji edhe pse po flasim për një ligj për eficiencën energjetike, se morët 30 minuta për pse u shty seanca nga tentja thënën. Energji e shkuar kot, po shqyqyr që opozita jonë ka këshill lloj hallesh, dhe këshill lloj hallesh paçi gjithmonë. Por sa i përket shqyrtimit, nëse doni të bëni pyetje, bujrum, bëni pyetje. Nëse jo, na lini të vijoj me prezantimin, sepse realisht nuk kemi energji për të humbur me ju në këtë pjesë. Faleminderit zonja kryetare, ju referova procedurën. Zëvendës kryeministrja dhe ministrja për infrastrukturën dhe energjinë nuk do jetë në seancë, kështu që fillojmë diskutimin me paraqitjen e projekt ligjit nga nismëtari, do keni rast pastaj për diskutime. Zoti Balla, të lutem, pas zotit Balla jeni me radhë të gjithë për të folur. Prezantimi i projekt ligjit. Doni pyetje për nismëtarin, po, pyetje për zotin Balla. Nga mund të dilin foltore, zoti Balla, dhe vazhdoni me fjalën. Pyetje për projekt ligjin, nëse jo do mbyllet mikrofoni. Po, pyetje. Jo, më nuk sa bëj mua ashtu. Respekto rregullore. Zonja kryetari, po çe ke këtë kërcënimin që i bën deputetëve? Nuk kam asnjë kërcënim. Po çaj ke? Ju folët për procedurë, kaluam tani në prezantim, votuam. Keni pyetje për projekt ligjin apo jo? Zonja, po kam Keni pyetje për nismëtari ministrin Balla që do prezantoj? Për ministrin Balla kam një pyetje. Mbi projekt ligjin. Po, mbi projekt ligjin e kam. Kur rregulloria e kuvendit thot në seancë plenare projekt ligji shqyrtohet në praninë e ministrit kundër firmues të tij në Këshillin e Ministrave. Ju a përsëris që zëvendës kryeministrja nuk është sot dhe nuk do jetë në seancë. Ju lutem, tani mos vazhdojmë, se jam dakord me atë që halle kjo dynja, po hallet tua janë çuditshme. Megjithato që ju ka ndodhur, zoti Noga ka hall kush do jetë kryetar kuvendit, se ndoshta e ëndërronte vetë. Ju keni kush do ta prezantoj projekt ligjin, unë nuk e kuptoj. Zoti Bardhi, ju respektuam, ju dëgjuam, bëni pyetje për projekt ligjin. Për projekt ligjin.